Mirë mbrëma, lavdi Zotit. Ky është takimi I parë për 2026, takimi lutjes. Edhe jemi sot këtu gjithë entuziazëm, jemi sot këtu që të festojmë me Zotin. Edhe fjala që Zoti më dha sot në mëngjes ishte festo me mua, pavarësisht situatave, pavarësisht rrethanave, edhe pse akoma gjërat që janë premtuar ti akoma nuk I ke parë, po fillo të festosh me besim. Dhe shumë e rëndësishme, Jezusi tregon një shëmbëltyr te Ungjil, edhe ai është duke thënë për djalin planprishës. Ai kërkoi pasurinë e atit të vet, dhe ati e ndau pasurinë dhe ja dha. Ai mori parat dhe shkoi larg nga shtëpia, duke I prishur për qefet e tij dhe për dëshirat e tij egoiste, edhe e shpërdoroi pasurinë që ati I dha. Edhe ai gjithashtu mori vendime të gabuara, por nuk kaloi shumë kohë dhe parat mbaruan, parat e zhgënjyen. Prandaj Jezusi thotë që vera e kësaj bote të zhgënjen. Edhe mbasi ngeli në vështirësi, nuk paguante dot as qiranë e shtëpisë, edhe nuk kishte bukë për të ngrënë, shkoi dhe filloi punë si pastrues në një stall derash dhe hante ushqimin e dërave për një kohë të gjatë. Por Bibla thotë që në një moment të caktuar, ai kujtua për atin e vet, ai kujtua për shtëpinë e vet. Ai kuptoi që kishte gabuar dhe ai kuptoi që kishte mëkatuar kundër atit të tij. Dhe tha, unë do të shohem, por nuk jam I sigurt, do më presi apo s'do më presi. Megjithatë unë do të shohem. Po Bibla thotë që kur djali mori vendimin edhe për fjalët që Jezusi përdor është, ai erdhi në vete. Erdhi tek vetja të identitetit të I vërtet që unë kam një atë, edhe unë jam biri I dikujt. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë që ne kemi një atë dhe ne jemi fëmijë e këtij ati. Dhe fjala e Zotit thotë që ati po e pris tek ku? Te porta. Edhe Zoti pret që ne të kthehemi tek ai, por ne duhet të vimë në vete. Mos beso atë që gënjeshtrat thonë për ty. Ndoshta ti mund të mendosh fjalë negative për veten tënde, ti mund të thuash që unë jam I papastër, jam I padenj, unë jam inferior, nuk jam I mjaftueshëm, jam gjithmonë I kufizuar, por Zoti po të bën një thirrje sot. Ktheu te ati. Ati është duke të pritur me krah hapur. Edhe ai thotë që në Krishtin ti je I denj, ti je I falur, ti je I vlefshëm, ti je talentuar dhe ti je një kryevepër. Edhe Efesianët 2:9 thotë që ne jemi të shpëtuar me anë të Irit, dhe vargu 10 thotë që ne jemi kryevepra e Perëndisë, e krijuar ku? Në Krishtin Jezus. Por shpeshherë shumë besimtarë nuk ndihen kështu, ndihen keq. Edhe pyetja që Zoti ka është, çfarë bën një kryevepër në stallën e dërave? Nëse ti je besimtar, nëse ti beson në Jezusin, ti je fëmijë I Perëndisë. Çfarë do që jeton në stallën e dërave, ngrihu nga stalla e dërave. Edhe çfarë bën një fëmijë I Perëndisë që jeton në disfat, në kompromis, duke ushqyer mishin e tij, jo frymën. Ne do të ushqemi me fjalën e Zotit, edhe te kjo shëmbëltyr e djalit pranprishës Jezusi na tregon një gjë tjetër. Na tregon zemrën e atit. Ne duhet të dimë një herë mirë që Perëndia është I mirë, ai është një ati dashur dhe ai është I mirë. Dhe ati po na pret që çdo ditë ne të kthehemi tek ai. Unë do t'i inkurajoj sot, sido që të ndodhet situata jote, kudo ku ti je, në Lugin, mund të jesh në Lucë, mund të jesh në lutrat e kësaj bote, je përzier keq me gjërat e kësaj bote. Dhe nëse ndodhesh madje në betejë, nëse rrethanat e tua janë negative, nëse dagët, simptomat janë ngritur kundër teje, ngrihet sy lart, çau dhe shko tek ati. Ati ka gati një fest për ty. Premtimet me të cilat ne mbështetemi, dhe ne themi unë kam këto premtime, Bibla thot këtë dhe unë do ta marr. Aty ne mund të marrim liri,
aty ne mund të marrim restaurim, ne mund të marrim begati, mund të duken sikur nuk do ndodhin. Dhe ti thua 2026-ta ndoshta është një histori si 2025-ta. Edhe diçka pastor u ndihem i ngecur në këtë vend. Nuk po lëviz dot, nuk po qarkulloj dot, nuk po marr dot frymë. Por fjala e Zotit thotë që Perëndia është gati duke bërë një festë për ty. Ai e ka përgatitur festën, po përgatit festën për ty. Të gjitha rrethanat që flasin kundër teje, ai do t'i uli poshtë. Prandaj sot unë dua që ju të kuptoni që Zoti tashmë është duke planifikuar për të mirën tënde. Çfarë bëri Ati kur biri u kthye i tha merrni viçin më të majm. Zoti është duke përgatitur viçin më të majm për ty, për festën tënde. Ai po punon duke farkëtuar unazën tënde. Ai tha vendosni unazën më të mirë në gisht. Zoti është duke dhënë shkëlqim unazës tënde, që kur ti të çohesh dhe të bëhesh gati për të festuar me Zotin, ai do ta vendosë tek ty. Ai po përgatit mantelin tënd. Sepse Ati vendosi birit vetë një mantel të li. Ai të shet ty duke lavdëruar në vend që të ankohesh. Ai të shet duke u ngritur kur mund të jeni të rrëzuar. Kur ti mund të thuash unë kam humbje, ti do të thuash unë kam ngritje në emër të Jezusit. Në vend që ta bësh që të jesh në negativitet, ti fillon të shpall dhe lavdëron lavdinë e Zotit. Ai të shet që ti qëndron në durim dhe në besim. Dhe ti duhet të arrish deri te krahët e Atit, që të shikosh atë moment kur Zoti thotë le të festojmë tani. Pra, kishte një moment kur ky djalë duhet të shkonte. Ku vajti? Vajti deri tek përpara Atit. Kur vajti përpara Atit, Ati hapi krahët dhe e përqafoi. Dhe është ky momenti që ti dhe unë duhet të shkojmë aty. Dhe Zoti po thotë le të festojmë. Zoti po organizon një festë që nuk e ke parashikuar, që nuk e ke menduar ndonjëherë. Jo vetëm që do të dalësh nga vështirësia, jo vetëm do të dalësh nga balta, jo vetëm që do të dalësh, por do të dalësh më mirë, do të dalësh më i fuqishëm, më i beguar dhe më i begat. Jo vetëm që do ta përballosh sëmundjen, por do të jesh i shëndetshëm dhe do të jesh më i fortë se sa më parë. Jo vetëm që do të mjetosh sulmeve dhe problemeve të ligut, por ti do jesh fitimtar dhe më shumë se fitimtar, thotë fjala e Zotit. Ti do të shikosh një vajosje të dy fish që të veprojnë mbi ty, ku Zoti do të shpërblej për durimin dhe besnikërinë tënde. Zoti është duke organizuar një festë. A do festosh ti me Zotin? A do t'i bashkohesh ti festës së Zotit sot? Edhe çka presim, le të fillojmë të këndojmë, të adhurojmë Zotin dhe le të festojmë në këtë mbrëmje me Zotin. Haleluja Zot. Haleluja Jezus. Faleminderit Atë. Lutem për gëzimin e festës tënde Zot. Lutem për prezencën tënde në jetën tonë Zot. Atë Perëndi, unë lutem që ne do të çohemi, ne do ecim me ty Zot. Zot na ndërgjegjëso Zot, në mënyrë që ne të vim në vete Zot, si fëmijët e tu Zot. Ne nuk jemi skllëve, ne nuk jemi bijtë baltës, por ne jemi të larë me gjakun e Jezusit. Zot, veshta me mantelin tënd Zot në emrin e Jezusit. Haleluja Zot. Zot, faleminderit që ti po përgatit një vit të majm Zot. Faleminderit që ti po përgatit bekime të majme për festën time. Zot, faleminderit që ti po punon për të farkëtuar unazën time. Faleminderit Zot që ti po përgatit mantelin tim Zot. Zot, faleminderit Zot. Haleluja Zot. Unë të lavdëroj ty Zot dhe të bekoj ty Zot. Të jap lavdi emrit të në shenjtë Zot. Lavdi emrit të në shenjtë. Lavdi emrit të në shenjtë. Haleluja Zot. Të lavdëroj Zot. Të adhurojmë ty Zot. Dhe të adhurojmë Zot. Dhe të kërkojmë prezencën e Zotit. Dhe të hyjmë në uvojët e ti. Dhe të qëndrojmë në lavdinë e ti. Haleluja Zot.
Nëse dikush thotë që jo, unë s'kam gatuar, ai po gënjen. Ose ajo. Po le të shkojmë e të themi Zot për fare. Unë pendoj. Sepse unë jam kujdesur për mishin tim. Por sot unë afrohem te krahët e tua. Dhe unë duhet të kujdesem për frymën time. Unë duhet të festoj me ty, Zot. Aleluja.
dashur, ti je besnik, o Zot. Ti je për ne, Zot, dhe nuk je kundra nesh, o Zot. Faleminderit o atë që ti je një atë, Zot, je hap krahat e tu, Zot. Dhe ti ke përgatitur një festë për mua, Zot. Zot, i po përgatit festën për 2026 për ty. Haro që ka qenë 2025. Ai është gati dhe ka hapur festën, hyrë në festën e atit tënë. Thuaj lavde, Zot, thuaj lavde. Si do të thuash lavde në përjetësi, ku se thua do të asnjë gjë sot. Sot fillo të thuash atë. Ti je i mirë, ti i dashur, ti je besnik, Zot. Ti je zemërgjes, ti falë, Zot. Ti më mirëpret mua, Zot. Faleminderit o atë. Faleminderit o atë. Tania, mia dhe në familjen tëndeja. Zot bëj që ta kuptojmë, Zot. Është realiteti i ri. Zot na ka bërë fëmijë që të jetojmë si të ndoj qefi. Ne mund të zgjedhim që të jetojmë në lucën e kësaj bote. Ne mund të zgjedhim që të jetojmë me derat e kësaj bote. Por Zoti dëshiron që të na japi margaritar, Zoti dëshiron të na japi unazën, Zoti dëshiron të na japi mantelin, Zoti dëshiron të na veshi si një krijesë të re që ne jemi, por shpeshherë ne jetojmë pa e njohur vullnetin e Atit. Prandaj le të lutemi frymës shenjtë, frymë shenjtë në zbulo vullnetin e Atit. Është e mundur që ne të jetojmë pa e njohur vullnetin e Atit. Arsyeja që njerëzit e refuzojnë Jezusin dhe thonë që jo nuk është biri i Atit, jo nuk është Perëndi, nuk duan që të zbulojnë vullnetin e Atit. Vullneti i Atit ishte që të zbulohen përmes Jezusit. Por njerëzit e refuzojnë, kështu që edhe ne mos bëhemi si njerëzit e kësaj bote. Ne jemi fëmijë të Perëndisë. Por ndonjëherë jetojmë me lucë. Le të kërkojmë falje Zotit. Ashtu si bëri djali plagëprishës. Ai erdhi në vetë, thot Bibla. U qua dhe shkoi tek Ati dhe tha: "Unë kam mëkatuar kundër qiellit dhe kundër teje, o Ati. Qohu sot dhe thuaj Zotit, Zot më fal." Bibla thot që është i Ati, drejt dhe besnik. Ai nuk do bëj thashëteme me mëkatet tona, ai do na falë. Dhe do i marri mëkatet tona sa larg është linja nga Perëndimi dhe do t'i hedhë në detin e haresës. Të thuajë në përgjithësi, të thuajë
për ty është festa. Ai do që të festoj me ty për jetën tënde. Prandaj hyr në festën e tij. Hyr në festën e Zotit që sot. Trazoje festën. Shpallë gëzimi i Zotit. Është festa ime, është forca ime. Unë jam i bekuar, unë jam i shëruar, unë jam i çliruar. Halleluja. Halleluja Zot. Faleminderit për me shenjë. Gjithashtu ati kishte një plan për familje. Ne jemi familje e Perëndis. Kisha është familja e Zotit. Dhe ne jemi blerë me gjakun e Jezusit. Ne nuk jemi në një gjak biologjik që është gjaku pis, që është me mëkat. Gjaku biologjik u bë pis nga Adami dhe Eva. Po Bibla thot që Adami i dytë, Jezusi, që nuk kishte një gjak të pis, erdhi dhe mori mëkatin. Dhe në gjakun e tij ne jemi familja e Perëndis. Zot faleminderit për këtë familje që jemi këtu. Zot do të thotë që çdo vëlla dhe motër ta kuptoj, Zot, çdo besimtar i kësaj kishe, Zot, deri një zbulesë të kuptoj, Zot, idenë e familjes, të jetë pjesë, të i përkasi, Zot, kësaj familje. E Zot, ne lutem, Zot, për kishën tonë, Zot, që 2026 do të festojmë, po do jemi dhe pjesë e familjes, Zot. Do të duam njëri tjetrin si familje, Zot. Zot, më lutem që ti do derësh të zbulesë në mendjet tona, në zemrat tona. Nuk të Zot e thuaj, Zot, zbuloje në mua idenë që ti ke për familjen. Unë nuk duhet jem thjesht dikush që vjen, ulet dhe ikën prapë. Por unë duhet jem pjesë e kësaj familje, Zot. Nuk duhet të kem ndjenjën e përkatësisë, Zot. Të jem pjesë aktive, Zot. Halleluja, Zot Jesus. Halleluja, Zot. Zot, unë lutem për nivele të reja në emër të Jezusit. Pjesë e festës së Atit është që ti të ecësh në nivele të reja. Ti mund të thuash, po s'ka më lartë në emër të Krishtit. Halleluja. Kërko më shumë me Zotin, më shumë. Dero për me Zotin, dero Zot, vullnetin e Atit, Zot. Dero vullnetin e Atit, Zot. Na jep njohje. Zot, ne duam të njohim Atin, Zot, në të bërë, Zot. Në lutem, Zot. Fundimi Atin, Atin jep identitet, Atin jep siguri, Atin jep paqe. Dhe ai të ngre lartë. Ai të bën të fort, ai të bën fitimtar. Ti nga njerë mbi çdo sulm të ligur, Satani ka frikë të afrohet e ty, sepse ti je fëmijë i Luanit. Sepse Ati do luftoj për ty. Halleluja, Zot, ne lutem për të fryrë birërie, Zot, që do të derdhet në emër të Jezusit. Dhe ne do thrasim Aba o At. Me shenjë nga mësosi të thrasim Aba o At. Thuaj aty ku je, Aba o At. Thërite Ati, Aba o At. Ai është sigurusi, Ati është siguruesi. Kur ne nuk njohim Atin, ne nuk e dim që ai është burimi i sigurimit. Perëndia At dërgoi birin, perëndim bir për ty dhe për mua. Dhe ai siguroi shpëtimin, ai siguroi gëztimin, ai siguroi begatin. Halleluja, Zot, faleminderit Atë. Faleminderit Atë. Ne vim o Atë në emrin e Jezusit. Atë ishte i shenjtë dhe ne nuk mund të shkojmë te Ati me duar në xhepa. Por ne duhet të shkojmë vetëm nëpërmjet gjakut të Jezusit. Vetëm përmes Jezusit. Ai është unjami. Dhe ne kur hyjmë në tempullin frymor, ne hyjmë përmes gjakut të Krishtit dhe ne takohemi me unjamin. Është e mundur sot në
ditën tona është e mundur përmes Jezusit që ne të takojmë me njëri. Kur Jezusi vish në kryq, vendi i tempullit u nda në dysh dhe kjo simbolizon që ti dhe unë kemi të drejtë të hyjmë dhe të takojmë me Atin. Faleminderit o Atë. Por do të kalojmë përmes altarit të zjarrit, që çdo gjë lik të digjet, do digj çdo gjë që duhet të digjet. Zjarri frymës shenjtë dhe të vijë të na përshkrojë. Faleminderit Atë për gjakun e Jezusit që nga landa na pastron. Faleminderit Atë për zjarrin e frymës që akoma na pastron më shumë Zot. Edhe na lejon që ne të takojmë me Ty Zot. Halleluja Zot. Halleluja Zot. Halleluja Zot. Halleluja Zot. Lavdi në vëndet shumë të larta. Lavdi në skaj inferior. Lavdi atje ku shfroni i qiellit. Ne bashkohemi me qenet e gjalla. Ne bashkohemi me 24 plesht. E ne nuk duam të jemi gojë kyçur sot. Ne duam të japim lavdi atij që ri në front, atij që jeton në jetën dhe në shekuj të shekujve. Lavdi. I shenjtë e Ti o Zot. Qielli dhe toka ne të mbushen me lavdinë Tënde. Zot, ne lutemi që lavdia jote të shkëlqejë mbi Armiten, Zot, mbi Tiranë, mbi Shqipëri, Zot. Zot, mbushi rrugët plot, Zot, në emër të Jezusit me prezencën Tënde, Zot. Na sërdor kudo që të jemi në emër të Jezusit. Ne thyejmë çdo frymë kufizimi. Ne nuk jemi të kufizuar, ne jemi të lirë në emër të Jezusit. Halleluja. Vendo për çdo pengesë që kufizon, thyej sot në emër të Jezusit. Halleluja. No.
Zoti s'ka asnjë që nuk vemo pasur në front, s'asnjë si ti, Zot. Kriesa lebije, ta urojnë atë vetëm atë, si Zoti s'ka asnjë. Asnjë krijesë nuk është si Zoti. Madje edhe njive, edhe shpesh njerëzit adhurojnë veten e tyre, sepse nëse dëshiron të plotësosh ndjenjat e tua, qefet e tua, je duke adhuruar veten, nuk je duke adhuruar Zotin. Dhe ti nuk je si Zoti. Shumë të tjera vjen adhurojnë krijesa, të tjera adhurojnë madje, adhurojnë fenomene, asnjë nuk është si Zoti. Të gjithë kanë sy dhe nuk shikojnë, kanë vesh dhe nuk dëgjojnë, nuk kanë zemër. Perëndia ynë ka sy dhe shikon, ka vesh dhe dëgjon. Perëndia ynë lëviz, ai është i gjallë, ai është aktiv, pra nuk ka asnjë si ati ynë. Kërkoj Zotit, Zot më zbulo, unë duhet të zbuloj marrëdhënien atë birë ose atë bijë. Edhe ati qellor nuk është njësoj si ne etrit toksor. Prandaj ne kemi nevojë për një zbulesë nga fryma e shenjtë. Ti nuk mund ta kuptosh dot si është ati, si është biri, si është fryma e shenjtë. Për aq kohë sa ti nuk kërkon frymën e shenjtë. Ti duhet të lexosh Biblën, po fryma e Zotit na shpjegon Biblën. Dhe kur ti e kupton, atëherë Zoti fillon të ndërton ty. Zoti fillon të rrit ty. Zoti kujdeset për ty. Zoti fillon dhe hukat për ty. Fjala e Zotit thotë që kur ai krijoi Adamin dhe Evën, ai hukati mbi ta, por gjithashtu Jezusi hukati mbi dishepujt. Dhe ti do të thuash Zotit, hukat frymën e shenjtë mbi mua sot. Më mbush plot ua. Eja fryma e Zotit. Fryma e Zotit. Zoti është në mua. Zoti më ka vajosur. Dhe unë lutem për një vajosje të ty fish sot, një vajosje që do thysh çdo prak në emër të Jezusit, që do shkërmoqi çdo mur, që do shkantroj çdo pengesë në emër të Jezusit, që do sjellë një jetë re, që do sjellë shërim, Zot trazo shërim, çdo infeksion në emër të Jezusit është i larguar nga trupa tani në emër të Jezusit. Ne festojmë diabeti, tensionin, emrin e Jezusit, me kontrol frymë shenjtë, çdo shqetësim, çdo mërzitje, ti jashtë duke vënë të qëndrosh në prezencën e Atit, sepse Ati është i shenjtë. Jezusi tha, Ati ynë që je në qiell, u shenjtëroft emri yt, u bë vullneti yt në tokë si në qiell. Nuk ka sëmundje në qiell, nuk ka shqetësime në qiell. Edhe lutem sepse qielli është i hapur, edhe bekimet e të bien, begatia e të bjeri, sukses në emër të Jezusit, fest në emër të Jezusit. Halleluja, Zot. Derdhe Zot begatin tënde në jetën tonë, Zot. Derdhe prezencën tënde, Zot. Ne duam të festojmë me ty, Zot. Ne duam të hyjmë në festën tënde. Faleminderit o Atë. Halleluja, Zot. Më shumë, Zot. Më shumë, Zot. Më shumë, Zot. Zot, ne duam të rritemi në nivel në shërbes.
Ne ludhemi që më shumë njerëz do shpëtohen në këtë vit, Zot. Ne ludhemi o atë që kufit e tu, kufit e mbretërisë tënde qellore do zgjerohen në Alidenu, Zot. Ti do na përdorësh, Zot, për kombin, Zot, që njerëz do shpëtohen për lavdin tënde, Zot. Zot, do ketë njerëz të rinj që do ulen në gjunjë, do rrëfejnë me gojën e tyre se Jezus je Zot. Zot, u lutem që ti do të çlirosh ëndrat të shenjta në emrin e Jezusit. Ato u lutem që ti do të çlirosh në emrin e Jezusit angjëjt. Ti ke krijuar, Zot, në shërbimin e tij, Zot, u lutem që të çlirohen në emrin e Jezusit, Zot. U lutem që befas prekullia të ndodhë, Zot. Befas në emrin e Jezusit, prezenca jote të ndihmë, Zot. Befas një gëzim, befas një fest në emrin e Jezusit. Befas njerëzit e duhur të vinë në rrugën tonë, Zot, ne lutemi dhe i thrasim, Zot, për shërbesën, çdo nevojë tjetër, Zot, dashur. Në emrin e Jezusit, Zot. Aleluja, Zot. Eja frymëshëri, merr kontroll, Zot. Eja frymëzori. Kërko më shumë frymëshëri. Lutu që ai të marrë kontroll në çdo mendim, në çdo ndjenjë. Më shumë. Më shumë. Halleluja.
Festoni për para problemit. Mos thuaj aman o Zot këtë problem. Kërkoj atë duhet të zbuloj festën tënde. Edhe ai do të zbuloj prezenca e frymës do derdhet e do zbuloj dhe unë shpall fest në jetën tuaj në 2026. Festa e qiellit. Festa e qiellit. Shpallë bashkë me mua, festa e qiellit është në jetën time. Unë do hyj në festën e Atit tim. Dhe unë do gëzoj bashkë me Angjëj, unë do gëzoj bashkë me vëllezërit e motrat e mia, dhe unë do jem pjesë e festës. Halleluja. Ti je vetëm i ftuar te festa jote. Ti nuk do bësh asgjë. Ti je thjesht i ftuar. Çfarë do të bësh? Gëzo, festo me Atin, gëzo me Atin, qëndro në krahët e Atit. Ai të ka përqafuar, qëndro. Edhe merë dashuri nga dashuria e ti. Merë gëzim, merë fuqi. Halleluja, merë vajosje në emër të Jezusit. Halleluja, ne lutemi për festa, Zot. Shkarkoje këtë vajosje, Zot. Vajosje feste në 2026. Vajosje feste, Zot. Edhe në qoftë se ke simptoma, edhe në qoftë se ke sëmundje, shpallë, unë do festoj mbi këtë problem që u kam, mbi këtë situatë që u kam, mbi këtë sëmundje që u kam. Unë do festoj në emër të Jezusit. Halleluja. Sepse mbreti me se shosh, i marona, la tona.